Cila është arsyeja që profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam bën dua nëse i jepet kënaqet. Wa lam yu'ta sakhit. Nëse nuk i jepet, atëherë zemrohet. Pra nëse i jepet nga Allahu subhanahu, mendon se Allahu e ka nderuar, sikur se ka në surën Al-Fajr. Zoti im më ka nderuar, thot. Dhe po kështu nëse njerëzit i japin, e ndihmojnë, kanë marrëdhënie të mira me të, mendon që pra është vazhdimisht i kënaqur. Pra nuk kënaqet me caktimin e Allahut të lartësuar dhe nuk bën durim qoftë në kënaqësi, në gëzime, qoftë në hidhërime. Dhe nëse nuk i jepet prej njerëzve apo nga Allahu subhanahu wa taala, atëherë zemrohet. Nuk kënaqet me kaderin e Allahut, me caktimin e Allahut të lartësuar. Por kjo është vepra e hipokritëve, sikur se Allahu azza wa jalla thot: "Ashihatan alaykum", ata janë kopratës ndaj jush. Pra hipokritët nuk i bëjnë dobi besimtarve, nuk i bëjnë dobi me qoftë në anën materiale, qoftë me idetë e tyre, me sugjerimet e tyre, dhe sikur se Allahu azza wa jall thot: nëse u jepet ata kënaqen, dhe nëse nuk i jepet, atëherë ata zemrohen.